s'po me agjeru shkak dohani, veç nga seri. Qa jenë fjallë të fëmijëve, qka jenë këtu? Pse s'po thue, ko për mu, i ligja mëne, sen për me ty bën ka. Sa njeriu prej që qunë sabah, deri ka fjetë për cigare në gojë. Më kanë thënë le cigare në men të kështë qitë. Kur e thot mjeku se, po që se nuk e let dohani ki 6 më jetë, e dhezma. Kush ka i tash ajo ndjenje tina që se ripa dohën kumet. Thot s'po me agjeru shkak dohani. Veç nga seri. Veç nga seri. Nuk po me agjeru shkak dohani. Aja tja thasë me agjeru se më pijet kafja. Kësë me agjeru se më pijet qaje. Kësë me agjeru sepse ku dion, arsyje këto jena. Dhe që e bje s'po me që më falë se më rgjumi. S'po me agjeru se për në tohna. Këto jenë fjallë të fëmijëve, qka jenë këtu? Qysh bëhet një musliman që beson Zotin hak, ditën e gjykimit hak, xhenetin dhe xhehenemin hak. Me thonë nuk po muj me agjeru shkak dohani. Pse s'po thue, ko për mu, po i ligja mëne, sen për me ty bën ka. Ma bori ligë, ose ma ngëroj ligë se one, zërë gjanë, ko për mu. Pinështrohës një dohani, një presionit një dohani karshi farzët Zotit. Veç shika që ka e të thonë. Pastaj, me pas ndo një zarë siklet, presion shteti, dhune, frige, smundje, që ka ban? Që ban për shta dohan? Sa njeriu prej që qunë sabah, deri ka fjetë për cigare në gojë. Më kanë thënë le cigare në men të kështë qitë. Kur e thot mjeku se, po që se nuk e let dohani ki 6 më jetë, e dhezma. E dhezma. Kush ka i tash ajo ndjenje tina që se ripa dohën kumet. Ose mi kërstunu dikush me anë kallë dohanin, jenë burgë. E dhezë dohanin ki dajak, e dhezë dohanin ki ka gjubë, e dheza, ty bën të ka dhezë. Ose, të agjerimi, a i që agjeron për shdo dit i ka 100 euro. Bjem nën për dohana? Bjem nën për dohana. Vëllaj lafë se banë. Kështu që 100 arsye i ke, apo fakte dëshmi, argumente tjera, se kjo justifikim është bësh, kjo nuk është justifikim. Kjo për gjanë më bahalla lojnë e thmive. Kjo bile më shumë se kaqë. Mu talë me fejnë e Zotit. Mu talë me fejnë e Zotit. Vahegarë me dinin e Zotit. E rujmës vahegarë me dinin e Zotit e del për dinit. E del për dinit e me nëzan deka as drejt që së të hanë. Me nëzan deka të bët total, të vahegarë me dinin e Zotit, as drejt që së të hanë. Po, nuk ka këto shaka. Dohanin së në len për të agjerim. Mas pare dëhet me kuptu kush e Zotit. Urdhër për kujt po vjen. Pastaj çka ka Ramazan. Farzët Allahu bre. Arvan se më gëzuj madh i vogël, pa sa muslimane, sa miliona musliman në botë e pinë dohani bre. A në Ramazan krejt e lojnë. Se e kanë për i me agjerimin, të se ki për i me. A shef tash një argument tjetër kundër teje? Se kanë për i me agjerimin. Edhe e hjek pe psikologjisë, pe kokës vetë. Sigur se bukën e pijen që hjekëm në gjatë ditës. Sepse si mojna me të bukat e ujë. Si mojna me të na. Jashtë Ramazanët me thonë eve, hani bukës më gjez, dhe dejnë darës për hojna, na sujderojmë. Në Ramazan se kem dërtë. Në këtë që e me të buka heqna. E kemi prej. O këput këtë qështje është, ka marrë fund,
Deri në iftar nuk ka me hangër bukë, nuk ka me pi ujë, i thuhet vetes tane, sistemit nervor. Dhe sistemi nervor ditën e parë dytë pak të bën presion, eventualisht tretën, më nuk të ngucë, dërzohet sistemi nervor. Edhe pajton me bindjen tane. Pra, jenë luft pak në 2-3 ditë. Për ata shkak të dhimbje koke, marramendje, ku diune, ata që shkak kafes, shkak çajit, shkak bukës, po 2-3 ditë. Vesh 3 ditë. 4 ditë, në rysheje, të 5 se merr vesh hiç. Kështu që nisën gjërat ditë që kanë mbet, e të Zotit Xheleshanuhu.